Balmain Hair Couture ishte dhe arsyeja që na çoi në një zgjedhje biznesi për të lënë fronterën. Se kjo do ishte pyetja që unë do të bëja. Pse ne e lanë fronterën? Po. Atëherë, në një moment diku nga 2017-18 mbas shumë kohë që unë i vija nga mbas, morëm atë okejn për ta futur Balmain Hair Couture në ishim përfaqësues në Shqipëri, por brendet selektive kanë ca rregulla, imazherie, kushte etj. Dhe ne duhet të linim çdo imazh të më përparshëm, të bërë mirë ose keq, ata nuk e marrin shumë në parasysh, dhe duhet krijonim një flagship dhe një imazh dhe një përfaqësi totalisht sipas disa kritereve që ata janë prezent në gjithë botën.